Nga aksidenti i dieshëm tragjik, pikërisht në një nga pikat e errta të cilësuara nga Drejtoria e Policisë së Qarkullimit Rrugor, nuk ka mbetur më asnjë shenjë. Sipas policisë, shkaku i këtij aksidenti ka qenë një devijim i rrugës për të shpëtuar jetën e një kalimtari. Ekspertët e policisë rrugore kanë zbardhur kështu shkaqet e aksidentit tragjik që shkaktojë dy viktima. Një prerje e befte rrugës nga një kalimtar. Policia sqaron se 21 vjeçari Ergys Shaqja, i cili drejtonte automjetin Opel, e devijoi rrugën për të shmangur përplasjen e kalimtarit. Ekspertët thonë se sinjalistika rrugore nuk mungon, por problematike mbetet mungesa e mbikalimeve për këmbësorët, një prej shkaqeve kryesore të 10 aksidenteve të ndodhura në këtë rrugë gjatë këtij viti. Veçanërisht kjo rrugë, të paktën policia e ka marrë gjitha masat dhe na 40 km/h që ka qenë kufizimi është bërë 30 km/h. Por mendoj që në këtë aks, sidomos në këtë aks, por edhe në 2-3 pikat të nxehta që ka Tirana, zgjidhja më e mirë do ishte mbi kalimet ose nën kalimet. Në këtë aks vetëm gjatë këtij viti ka ndodhur mbi 30 aksidente të rënda rrugore. Siguria e kësaj rruge është një tjetër problem që Bashkia e Tiranës trashëgoi nga administrata e vjetër e saj, e që duhet i japë zgjidhje për të mos patur më humbje në njerëz.